Mira shqiptarë nga të gjitha trevat kanë mbushur sheshin Skënderbej në Tiranë, duke shprehur mbështetje dhe solidaritet për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën ndodhen në Hag që nga viti 2020 në akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Protestuesit dhe veteranët e UÇK-s kanë vënë flamuj kuqezi dhe flamuj të UÇK-s në të gjithë sheshin, duke krijuar një atmosferë solemne dhe të vendosur. Në mes të turmës ishte i pranishëm dhe Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçit, i cili u pa pranë deputetëve socialist. Ky tubim mblodhi edhe personalitetet e njohura politike dhe komuniteteve shqiptare nga rajoni, duke përfshirë ish-presidentin shqiptar Alfred Mojsiu dhe kryetarin e PD-s Ali Mehmeti. Po ashtu pjesëmarrës ishin dhe kryebashkiaku i Prishtinës Përparim Rama dhe Lufti Haziri, një nga drejtuesit kryesor të LDK-s. Protesta u organizua kryesisht nga veteranët e UÇK-s, të cilët kanë shprehur shqetësimin për mungesën e përparimit në procesin gjyqësor dhe kërkojnë drejtësi për ish-krerët e tyre. Në distancë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryeministri shqiptar Edi Rama nuk morën pjesë, duke shkaktuar disa reagime nga organizatorët që e konsiderojnë mungesën e tyre si të dëmshme për mesazhin e protestës. Tubimi simbolizon jo vetëm kërkesën për drejtësi, por edhe mesazhe të forta për njohjen e respektimit të kontributit të UÇK-s gjatë luftës, duke rikujtuar publikisht sfidat dhe sakrificat e kryera nga ish-luftëtarët dhe udhëheqësit e tyre.